sektor, mendoj që është e mirë së ardhme. Për me u bashklidh me ato që ka tha Profa e quajti si ndërhyrje që ju ndihmon atyre që kanë nevojë më shumë. Kjo është në fakt nuk është e vërtetë sepse këta i shpërndajnë 100 euro për krejt. Nuk ka kategori. Këtu i merr 100 euro edhe fëmia i milionerit, edhe fëmia i atij që është në asistencë sociale. Kjo nuk është politikë socialdemokrate, është një targetim i sa më shumë njerëzve me pak pare. Nëse ju kujtohet, 100 euro janë shpërndarë edhe në 2022 edhe në 2026, po vlera e 100 eurove s'është më 100 euro të 2022-shit. Pra ideja që i shkepim 100 euro e vërtetën faktin që qytetarët në Kosovë janë të jetu keq. Krejt ato që ka i kemi thonë na për gjatë gjithë këtyre viteve që vështirësia e jetës është rrit, po e konfirmon edhe nevoja për me i shkep këto 100 euro. 100 euro i merr edhe fëmia i pronarit, 100 euro i merr edhe fëmia i punëtorit. 7.5% është inflacioni mujor i mujit fundit në Kosovë, është ma shumë se 2 fishi i mesatarës inflacionit Bashkimit Evropian, jemi të dytët në Evropë pas Romanisë për inflacionin më të madh. Çka është ndodhur këtu? Ne jemi të importu inflacion si mungesë politikave qeveritare për me rrit prodhimin vendor. Krejt këto pare që kam i shkep, janë rreth 80 milion euro që kanë me u shkep për një ditë ose 2, krejt to kanë me dal jashtë. Pra jemi të i financu shtetet e tjera, qoftë si prodhim, qoftë si pushime. Sepse deficitin tregtar e kemi gati 6 miliardë. A i një për, a i një këtë? Absolutisht ka nevojë për shtesa. Absolutisht. Unë nuk jam si opozita që thojnë këto janë vitra, e thojnë nas kemi minal. Po, ati çka duhet me qenë këtu? To duhet me qenë shtesa të përhershme, jo vendime të tekeve të një kryeministri. Ati çka tha se pja u shkepim para Bajramit. Edhe tash kena secili ku i tekët kryeministrit i shkep ka 100 euro. Pse në duhet bërë kaq shumë zhunë? Për diçka që sepse jemi në një moment të ndjeshëm zgjedhor. Po, edhe si rastësisht Dërentina tha pak më herët, shtesa të tilla nuk janë shpërndar vetëm gjatë kohës së zgjedhjeve. Nuk e di nëse tha Dërentina ose profesori. Pajtona ka pas edhe për vitin e ri mbajmend, për periudha ndryshme ku qytetarët sidomos po jetojnë në një kohë ku problemi është që po kemi zgjedhje shpesh, gjithë ju bjen në zgjedhje. Edhe një seancë që tha kryeministri sot, tha shtesat për lehona kanë pas me filluar korrekt, po tha pingrejmë mbi bojmë qershor. Shumë mirë. Do që ka mundësi, ka nevoj edhe në qershor ato, i shdesh në maj me i bo, në prill me i bo. Po, interesant që si ka bon maj. Po, me gjitha të sepse nuk e kemi ditë që ka zgjedhje. Shtesat e jo, po dush me thonë, prof. të rriten në qershor. Jo, dush me thonë që e ka bo për zgjedhje. I shdesh një janar me bo. Po dhe, po se ka bo. Jo, është në zgjedhje të shkurt. Jo, po s'ka pas zgjedhje. Nuk ka pas zgjedhje. Jo, po kur pe din që ka zgjedhje, e tërheqi e boneni muj ma herët. O dhe kjo është ashiqare, nuk kemi nevoj me mohuna. është sa mash drejt që e thojmë, jemi ma të sinqert me publikun. Po thoni se gjithë kjo e ndodhur sot po bëhet për tu, nëse mund ta quajmë kushtimisht, për tu blerë vota e qytetarëve, apo si e dëshifroni? Unë nuk e di akoma. Sepse reagimet e opozitës ishin këta. Unë nuk jam si opozita që thotë kjo bëhet veç për blerje, sepse çu thatë ju, janë shpërndarë 100 euro dhe kur s'ka pas zgjedhje. Po. Unë e kritikoj kritiken e shpërndarjes së njëhershme. Kjo nuk është praktikë socialdemokrate e shpërndarjes. Praktikat socialdemokrate krijojnë siguri financiare të hyra të vazhdueshme që ti mos me prit a thun ai çet kryeministrin 100 euro. Sepse kështu krijohet një varësie, një lloj varësie e qytetarit prej politikanit, që thot a thua u çun krah djath sot kryeministri me 100 euro. E këto nuk bën me leju s'është as socialdemokrate as demokratike. Ne jemi për shtesa absolutisht, sa më shumë qytetar me përfitu, mirë po jo me përfitu krejt njësoj. Sepse në Kosovë ka rastet asistencës sociale, po ka rastet dhe milionera, krejt kanë mi marrë ka 100 euro fëmijët të tyne, ose prind nëse i kanë pensionera. Kjo është e pa drejt për ne. Ne jemi për progresivitet, ata që kanë ma pak me marrë ma shumë, ata që kanë ma shumë me marrë ma pak. Sepse qështu përmirësohet ajo që ka tha profa, ndasia mes kategorive shoqërore. Po këto nuk e bën Kurti, sepse kjo është interesum me prek në gjepin e secilit sa ma shumë që me u përkthy besoj ajo edhe në vota. Ne i kemi nimu edhe diasporës për polica sigurimit, e ata s'kan nevojë për këtë ndihmë. 15 milion euro janë shpërndar për policën e sigurimit diasporës. Ata i harxojnë me mira euro këtu, shteti u bë Qirak ja u paska dhënë atë
sa është 100 euro. Me që ta thësh çdo lehtësim për cilën do shtresë apo kategori do duhet të ishte i mirëpritur, apo Po jo? jo në këtë kuptim, sepse jo secili ka nevojë për këto 100 euro për të njëjtën arsye. Për dikush i ka nevojë për bukën e gojës, dikush i ka nevojë me shku në Selanik me bletesha. Këta që kanë me shku në Selanik me bletesha nuk ja u kisha dhënë 100 euro. Absolutisht, pajtohem që vërtet kjo është desh më bëmë progresive, u diskutu kjo edhe